Gjuetarët e licencuar në Korçë dhe Pogradec shprehen të zhgënjur nga zgjatja e vazhdueshme e monatoriumit që ndalon çdo aktivitet të lidhur me gjuetin. Pajsor Gorellari, sekretari i shoqatës së gjuetarëve në Pogradec, thotë se ndalimi i gjuetisë është i padrejtë dhe ka krijuar hapësirë për abuzime dhe gjueti të palishme nga persona të paautorizuar. Shoqata e gjuetarëve ka një formulë që llofshi shumë dhe vrafshi pak. Do më shumë të jemi mbrojtës të faunës se sa shfarosës. Me moratoriumin nuk e di çfarë u mbulua, sepse në vend që kafshët dhe shpendët të shtoheshin, kafshët e egra, to u shfarosën të fortët, gjuanin në mënyrë barbare, jashtë sezoni, me drita, në kohën e shtimit, shfarosës në mënyrë të tmeshme. Gjuetarët janë zhgënjur nga premtimet e pambajtura dhe kërkojnë një rishikim të menjëhershëm të monatoriumit. Ata presin që në shtator të hapet sezoni për disa specie, por nuk ka një vendim zyrtar. Na është bërë gjithmonë premtimi që do të hapet. U bën 2 vjet e para, se ta 2 vjet moratorium, u bë 7, e shtynë edhe 5. U bë edhe 5 të tjera, u bë 12 vjet, që la gënjejnë. Në fjalën e presidentit shoqatës, zoti Themi Perri, që është në Tiranë, i kishte thënë ministrja Zoja Kumbaro, i kishte thënë që do të hapet në shtator, do hapim sezonin e gjuetisë. Prandaj ne po marrim tërë masat për ta organizuar. Në Pogradec janë të regjistruar rreth 250 gjuetar të rregullt dhe në të gjithë qarkun e Korçës, ky numër shkon afërsisht në 1300. Monatoriumi për ndalimin e gjuetisë vijon të jetë në fuqi prej 12 vitesh.